Ishte një dëshirë e imja prej shumë kohësh e menduar që të bënim një koncert dedikuar vetëm gjyshit tim, kompozitorit Muharrem Gura. Unë jam rritur me gjyshin tim dhe ai ka qenë shumë i qetë, shumë i dashur, rinte gjithmonë në shtëpi me kostum dhe çdo gjë që ndodhte në shtëpi me ne fëmijët, bënim zhurmë, ai e kthente çdo gjë në këngë. Gjyshi ka kompozuar mbi 100 këngë për bashkëshorten e tij, për gjyshen time, këngë dashurie. Gjyshi im ka qenë romantik në kompozimet e tij. Elvina, mirë se erdhe në Bordeaux. Faleminderit. Fillimisht, si ka lindur lidhja jote me pianon? Në mënyrë shumë organike, në mënyrë shumë të natyrshme, duke qenë sa unë vi nga një familje artistësh dhe në shtëpinë time kishte shumë vegla muzikore që unë luaja me ato 4-5 vjeç dhe me pianon më ngjiti direkte. A ishte arti zgjedhja jote e parë për të ardhmen? E vetmja zgjedhje, asnjë zgjedhje tjetër. Mund të themi që të ishte imponuar nga familja ti vetë? Ke pasur një dëshirë tjetër? Jo, fare. Siç e thash më përpara, ka qenë në mënyrë shumë natyrale, jo e imponuar. Neve jemi të gjithë artista në shtëpi, bëjmë të gjithë muzikë dhe kështu që natyrshëm edhe unë të shkoja në atë rrugë. Çfarë ndjesish ke pak para se të dalësh në skenë? Kam emocione të bukura, kam flutura të bukura në stomak, kam shumë dëshirë të futem në skenë edhe impakti i parë që më vjen me publikun, dua ta shoh publikun. Dhe më pas, kur ulem që interpretoj, aty përhumbem fare pastaj në botën time. Si lindi ideja e koncertit kur dy zemra dashurohen, dedikuar kompozitorit Muharrem Gura? Ishte një dëshirë e imja prej shumë kohësh e menduar që të bënim një koncert dedikuar vetëm gjyshit tim, kompozitorit Muharrem Gura, vetëm me këngët e tij. Dhe të ngjisim në skenë artistët që sot e kësaj dite i këndojnë ato këngë. Sa kohë është punuar për realizimin e këtij projekti? Mbi 5 vjet ka qenë në mendjen time, ideja e përpunuar derisa arritëm në një ide fikse, derisa konkluduam në këtë shfaqje që duhet të isha autentike vetëm për të e dedikuar. Ndërkohë ishe ideatore, organizatore edhe performuese. Cili nga këto rolet të pëlqeu më shumë? Normalisht interpretimi në piano, të gjithë gjërat e tjera ishin të vështira për mua, kishin vështirësinë e vet dhe sfidën e vet, por të luash dhe të interpretosh në piano në fund të ditës është gjë më e bukur. Si ishte për ty të luaje në piano muzikën e gjyshit tënd? Ishte shumë e bukur, ishte sfiduese duke qenë se unë jam pianiste klasike edhe nuk para interpretoj muzikë popullore edhe kështu që mbante shumë emocion dhe peshë për mua. Cili ishte momenti më i bukur i kësaj shfaqje? Momenti më i bukur ishte në fund kur unë mblodhëm të gjithë artistët dhe dolëm në skenë dhe kënduam këngët e gjyshit, aty ishte dhe ansambli, ishte dhe baleti dhe ishte një emocion shumë i madh. Çfarë kujtimesh ruan nga gjyshi yt? Si ka qenë raporti juaj? Çfarë kujtimesh keni bashkë? Unë jam rritur me gjyshin tim dhe normalisht që kam qenë e vogël, kam disa kujtime. Ai ka qenë shumë i qetë, shumë i dashur, kishte një zë shumë të ëmbël, fliste me zë të ulët, rinte gjithmonë në shtëpi me kostum dhe na fliste me shumë dashuri dhe me shumë qetësi, me shumë butësi. Dhe çdo gjë që ndodhte në shtëpi me ne fëmijët, bënim zhurmë, ai e kthente çdo gjë në këngë. Muza e muzikës së gjyshit sigurisht që ka qenë gjyshja juaj. Cilat ka qenë këngët që janë krijuar për të? Gjyshi ka kompozuar mbi 100 këngë për bashkëshorten e tij, për gjyshen time. Dhe këngë dashurie. Ndër më të famshmet janë që ke veshur me të bardha. Ishte dita kur gjyshi pa gjyshen, ditën e martesës që ishte veshur me të bardha. Lulet bukura ka Tirana, përfaqëson bukurinë e vajzave tiranase, po ndërkohë fletet për gjyshen time. Për filloj fëllënza është një këngë tejet e veçantë që
gjatë kohës që nëna po lahej në decin në plazhin e Golemit, ai e shikonte teksa lahej dhe e krijoi në moment këtë këngën, dil të shoh me sy se më madhe për ty, ka shumë këngë dedikuar gjyshes time. Për babain tënd, çfarë rëndësie pati ky koncert? Kishte një rëndësi shumë të madhe, duke qenë se ai i ka mbajtur me fanatizëm të gjitha dokumentat edhe të gjitha letrat e gjyshit. Gjyshi ka qenë mbledhësi i parë i folklorit në zonën e Shqipërisë së Mesme dhe ai ka pas të gjitha dorëshkrimet e tij dhe realizimi i këtij koncerti ishte si konkludimi i gjithë punës me përkushtim që ai ka mbajtur për të ruajtur këto dokumente. A mendon se në këtë koncert u rizgjua edhe një herë kujtimi dhe vlera e Muharrem Gurës? Kujtimi i kompozitorit ka qenë gjithmonë në zemrën e popullit tonë dhe të artistëve tanë, duke qenë se këndohen gjithmonë. U rizgjua historia e tij, u rizgjua komplet jeta e tij personale tek ky koncert që unë kisha shumë të rëndësishme ta cilësoja dhe ta veja në pa. A ka qenë e vështirë të mbash një ndjemër me peshë të madhe artistike? Jo e vështirë, përveç se krenari, një ndjenjë bukur që brez pas brezi neve e zhvillojmë artin me këtë ndjemër. Elvina, ti gjithashtu je dhe profesore në Universitetin e Arteve. Na trego pak për këtë pjesë tënden. Të japësh mësim dhe të japësh atë çfarë ti di dhe atë pasionin tënd është një gjë shumë e veçantë dhe unë kam shumë qef. Të merresh me studentët, të merresh me brezin e ri, me frymën e re dhe të japësh atyre frymëzim dhe t'ju shtosh dhe t'ju zhvillosh pasionin dhe ëndrrën e tyre që ato kanë nisur rrugën e tyre të artit dhe ti japësh frymë dhe ti japësh mbështetje është një gjë shumë e bukur. Çfarë do doje që brezi i ri të mësonte diçka nga figura e Muharrem Gurës? Gjyshi im ka qenë romantik në kompozimet e tij. Edhe mbi të gjitha më e rëndësishmja, ai ka kompozuar pjesë dhe këngë autentike tiranase, pa orientime orientale, pa ndikime fare. Unë do të dëshiroja shumë që kompozitorët e ditëve të sotme të kenë të njëjtën frymëzim, të kenë bazat tona edhe të jenë shumë romantik, shumë pasionant, të përkushtuar ndaj dashurisë, sepse dalin perla pastaj. Kë konsideron si suksesin tënd më të madh si pianiste? Me thënë të drejtën, çdo dalje në skenë ka suksesin e vet, ka rëndësinë e vet, ka vlerën e vet, kështu që për mua si Elvin, të gjitha daljet në skenë janë të suksesshme. Cili ka qenë komplimenti më i bukur që ke marrë ndonjëherë pas një performance? Urime të shumta normalisht, bravo, po gjëja që mua më prek më shumë është kur më vinë dhe më puthin duart, si shenjë vlerësimi e punës, e përkushtimit, e orëve të tëra e mundit dhe që ato ti i shfaq pastaj në një orë koncert. Çfarë është pianoja për ty? Piano për mua është gjithçka. Piano për mua është jeta, piano për mua është fëmijëria, loja ime, lojrat e mia, rinia, adoleshenca për mua është gjithçka piano. Elvina jashtë pianos, si është? Si e kalon kohën? Çfarë të qetëson? Më pëlqen shumë të ri në shtëpi, të shijoj shtëpinë, të ri me fëmijët e mi. Më pëlqen shumë të gatuaj, dhe kështu që e kaloj kohën duke dëgjuar muzikë. Normalisht kam orë të tëra studimi, por në kohë të lirë unë jam në shtëpi duke shijuar çdo gjë rreth meje. Çfarë muzikë dëgjon në shtëpi, në makinë? Në makinë dëgjoj shumë, kam shumë qef të dëgjoj muzikë në makinë. Kush më njeh e di shumë mirë këtë gjë dhe unë kam një mix muzike dhe një mix zhanres që dëgjoj në makinë. Pak nga të gjitha. Elvina, ke një ëndër, çfarë do dëshiroje për veten, për të ardhmen në vijim? Ëndra ime është të vazhdoj të ëndërroj dhe të synoj skenën, të synoj koncertet dhe të vazhdoj të dalë në skenë. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve.